Prokuroria e Fierit mbylli hetimet për vrasjen e efektivit të forcave shqiponja në vrus Senaliej në maj të vitit 2024 dhe dërgoi për gjykim autorin e vrasjes Azgan Mërnica. Në njoftimin e prokurorisë Fier thuhet se hetimet përfunduan dhe u dërgua në gjyq shtetësia më për veprën penale vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit dhe drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Nga hetimet e kryera mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, u provua se më datë 13/5/2024, rreth orës 13:30 në fshatin Baltës, njësia administrative Dërmenas, Bashkia Fier, i pandehur Jama ka vrarë me armë zjarri punonjësin e policisë së shtetit në C, i cili mbante veshur uniforman e forcave speciale shqiponja që e bënte lehtësisht të dallueshme cilësinë e tij. Konflikti mes viktimës dhe të pandehurit ka lindur për shkak se ky i fundit, ndërsa drejtonte automjetin e tij, është futur në kthes me shpejtësi, pa kontrolluar rrugën, duke përbërë rrezik për përdoruesit e rrugës. Viktima i ka tërhequr vëmendjen të pandehurit për këtë veprim, shkak për të cilin i pandehuri ka ndaluar automjetin e tij, ka zbritur prej tij me çantën ku kishte armën e zjarrit dhe ndërsa shkonte drejt viktimës, i cili nuk kishte dalë nga mjeti i tij, ka nxjerr armën e zjarrit të llojit pistolet që mbante me vete dhe ka shton drejt fytyrës së viktimës në C, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin e shpejtë dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryen krime kundër jetës dhe autoritetit të shtetit.